Pas Shkodrës edhe në Vaudes u zhvillua festivali i teatrove shkollor, një aktivitet që mblodhi nxënës dhe mësues nga disa institucione arsimore të zonës. Nxënësi i sollën në skenë shfaqje të ndryshme artistike duke përcjell mesazhe sociale dhe duke dëshmuar talentin e tyre në aktrim. Aktiviteti u shndrua në një festë të vërtetë arti dhe bashkëpunimi mes të rinjve. Përgjegjësia e kurrikules në zyrën vendore arsimore Vaudes theksoi rëndësinë e aktiviteteve të tilla në zhvillimin e aftësive krijuese të nxënësve, duke nënvizuar se teatri ndihmon në rritjen e vetbesimit, komunikimit dhe punës në grup. Sot shkollat e ZVAP Vaudes realizuan me sukses festivalin e teatrove. Ky aktivitet është një aktivitet i artit ku nxënësit tanë nëpërmjet mendimeve, nëpërmjet ideve dhe shfaqjeve që kanë realizuar, përformuan përpara nesh dhe përpara komisionit vlerësues shfaqjet e tyre dhe idetë e tyre, duke i sjellë në një mënyrë më kreative dhe në një mënyrë më përçuese të njohurive të dramatizimeve. Shkolla fituese që u përzgjoll do të na përfaqësojë në nivel qarku dhe ju urojmë suksese në vazhdimsi. Shkolla fituese do të përfaqësojë Vaudesin në nivel qarku, duke vijuar më pas garen me shkollat e tjera pjesëmarrëse.